Në Korçë është qelur edicioni i 15 i kolonisë ndërkombëtare të arteve figurative, Ditët e Mios. 42 artistë nga 10 vende të ndryshme të botës janë bërë pjesë e këtij aktiviteti që i kushtohet mjeshtrit të madh të pikturës shqiptare, Vangjush Mio. Artistët po punojnë në natyrë duke sjellë ngjyrat dhe frymëzimin e tyre në qytetin e Serenatave. Kolonia Ditët e Mios është kthyer prej vitesh në një traditë të bukur kulturore që bashkon piktorë nga vende të ndryshme si Finlanda, Italia, Ukraina, Serbia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Greqia, Bullgaria, Rumania dhe Malizi. Këtë vit Korça është shndërruar në një laborator arti ku çdo cep i qytetit frymëzon nga një telajo. Shumë prej tyre ndodhen për herë të parë në Shqipëri dhe shprehen të mahnitur nga bukuria e natyrës dhe mikpritja e njerëzve. Vizita me shtëpinë muze të Vangjush Mios ka qenë për ta një moment frymëzimi i veçantë ku aty kanë gjetur motivin për të krijuar vepra që i kushtohen mjeshtrit korçar. Artistë nga Ukraina, Rumania dhe Serbia e shohin këtë event si një mundësi për të shkëmbyer përvoja dhe për të njohur më mirë kulturën shqiptare. Ata po realizojnë piktura me motive të pazarit të vjetër dhe peizazheve përreth Korçës, të cilat i përshkruhen si plot dritë, ngjyra dhe jetë. Eksperjenca këtu për mua është për herë të parë dhe shoh që Shqipëria është një vend shumë i bukur me një natyrë të mrekullueshme. Kjo eksperiencë për artin dhe kulturën ka një rëndësi shumë të madhe. Ndihem shumë e lumtur që jam këtu sepse po takoj edhe kolegë të mi. Duhet të pikturoj artistin Vangjush Mio në mënyrën se si e shohun atë pas vizitës tek shtëpia e tij muze. Unë vi nga Romania, jam piktor dhe arkitekt po ashtu. Vi për herë të parë në Korçë dhe Shqipëri. Kam takuar këtu njerëz shumë të mirë. Korça është qytet shumë i bukur. Bëra disa skica nga vende të ndryshme të qytetit dhe sot do t'i hedh në telajo. Do të pikturoj pjesë nga pazari i vjetër dhe rreth e rrotull Korçës. Qyteti ka natyrë dhe ngjyra shumë të bukura, në kohë shumë të mirë. Jam nga Serbia dhe kam nisur të pikturoj për një kohë shumë të gjatë, gjithë jetën time, ndërsa profesionalisht që kur nisa studimet për pikturë. Vazhdoj të shpreh veten time përmes pikturës. Ky event është një mundësi për të zhvilluar aftësitë, për të takuar miq të rinj dhe për të shijuar këtë vend të mrekullueshëm, pasi për mua është hera e parë këtu. Dje ishim në muzeun e Vangjush Mios dhe atje pa shumë portrete. Është një artist i mrekullueshëm, ndërsa kam marrë shumë frymëzim prej tij. Kam zgjedhur të pikturoj një portret. Do të miksoj realizmin dhe abstrakten. Në fund do të shohim si do të dalë. Pjesëmarrës nga Kosova sjellën në koloni motive personale dhe mesazhe optimizmi, duke theksuar se arti është mënyra më e bukur për të bashkuar njerëzit dhe për të përcjellë energji pozitive. Raportet që vinë Korçë, unë jam kështu nga Kamenica, Kosova, jetoj në Prishtinë, mirë me piktura që 2 vite, artist i pavarur. Unë këtu e kam një cikël që e punoj që një vit, me koncept zgjohu me gjela, zgjohu më ngjas herët, nisën një ditë në borë, edhe një mesazh që më dash me lënë me këta, edhe këtu po vazhdoj pe lënë një pikturë kështu. Ditët e Mios mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të Korçës, që jo vetëm nderon figurën e mjeshtrit Vangjush Mio, por edhe vendos qytetin në hartën e bashkëpunimeve ndërkombëtare të artit bashkëkohor. Për disa ditë me radhë, Korça do të jetë sërish kryeqyteti i artit figurativ, ku ngjyrat dhe emocionet e Penelit do të flasin gjuhën e përbashkët të krijimtarisë.